Ekspozita me piktura, koncert festiv si dhe panaire me punimet e voglueshme ishin disa prej aktiviteteve të cilat karakterizuan festimet për ditën e verës në Vlorë. Për kryetarin e Bashkisë së Vlorës, pjesëmarrja e qytetarëve në këto aktivitete është tepër e kënaqshme, pasi sipas saj sheshi tek ish Akademia e Marinës është mbushur nga qytetarët. Kryebashkiakja Mersini thotë se në qendër të festimeve janë fëmijët dhe energjia e tyre që është transmetuar tek të gjithë. Dita e verës pikërisht ka energjinë. Energjia që fillon me fëmijët dhe prandaj fokusi i aktiviteteve orën 10 para ditës dhe deri nga orën 18 ku do të jetë koncerti festiv, dhe janë fokus fëmijët. Dhe këtu ka ekspozita të ndryshme nga të gjithë shkollat dhe kopshet, pra ka stenda ku fëmijët e kopsheve kanë përgatitur ëmbëlsira, ku shpërndajnë dhurata për nëna dhe pastaj dhe për të gjithë pranishmit. Dhe siç e shikoni, gjallëria është, besoj që Edi duhet të kthesh tani me kamera të shikosh një aktivitet sportiv që po zhvillohet tani. Edhe siç e shikoni, ai, domethënë dita e verës nuk është vetëm një ditë që ne kemi organizuar aktivitete, po e kemi quajtur edhe një ditë ku fëmijët të kënaqen dhe të argëtohen. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, ka edhe një ftesë drejtuar qytetarëve të marrin pjesë në koncertin festiv që do të zhvillohet në orën 18 në sheshin Adem Jashari. Në orën 18 te sheshi Adem Jashari, sheshi sapo inauguruar, do të jetë një koncert festiv ku ky koncert është përgatitur me shumë detaje, me këngëtar dhe përfaqësues të teatrit, operës së baletit, dhe shpresojmë që pjesëmarrja atje të jetë me gjithë qytetarët vlonjat, ku Bashkia e Vlorës do t'japi mesazhin për një sezon turistik të paqë edhe të plot me turista dhe një zhvillim ekonomik për të sezon turistik. Mesazh urimi për ditën e verës, si dhe për një stin të gëzuar dhe plot të diell për të gjithë qytetarët, kanë dhënë edhe prefektja e qarkut të Vlorës Evis Allushi, si dhe drejtuesja e qendrës kulturore Angela Kaplani. Gëzuar ditën e verës për të gjithë qytetarët vlonjat, verë në zemrat, shpirtin dhe jetën e tyre. Gëzuar të gjithëve. Në radhë parë uroj gjithë qytetarëve vlonjat dhe jo vetëm, gëzuar ditën e verës, sa më shumë mbarësi dhe lumturi dhe shëndet në familjet tuaja. Siç e shikoni, shkolla e Ish Marinës është e mbushur me fëmijë dhe njerëz të moshave të ndryshëm, atmosfera është shumë e zjarë dhe jemi shumë të lumtur për këtë. Kjo ishte edhe qëllimi i gjithë organizimit madhështor. Pjesë e aktiviteteve dhe ato sportive, Rimi Kambera, i cili trajnon moshat në artet marciale, tregon se nuk ka më mirë se këtë ditë ta festosh me sport, duke shërbyer shëndetit dhe mendjes. Sporti është mirë për shëndetin e njeriut, dhe njeriu kur është i shëndetshëm, normalisht është dhe më pozitiv. Dhe si të gjithë e dim që kemi shumë nevojë për pozitivitet në këtë vendin tonë, edhe prandaj njerëzit duhet të praktikojnë sa më shumë sport, jetën e shëndetshme, edhe uroj gëzuar ditën e verës të jenë sa më shumë pozitiv me njëri tjetrin, me sa më shumë vllazëri, edhe të kenë shëndet në familjet e tyre. Prezent në aktivitetet e zhvilluara në kuadër të ditës së verës ishin edhe nxënës të shkollave nëntëvjeçare, si dhe fëmijë të kopshteve, të rinj dhe grup mosha të ndryshme.